Këtë muaj do të nisin punimet për autostradën Shkup-Llaç, tha zëvendësministre e transportit Kaltrina Zekolli në Klik Plus. Bëhet fjalë për pjesën prej 10 kilometrave. Sipas Zekollit, punimet nisin nga Shkupi për në Llaç, andaj edhe 2 kilometra tashmë të përfunduara nuk do të mund të lëshohen në përdorim, pasi shtrimi i asfaltit përfundon në një hapësirë të lartë kodrinore. Ajo uron që kushtet atmosferike të mos e prolongojnë nisjen e punimeve për në pranverë. Kanë aplikuar diku 11 kompani të vendit dhe ndërkombëtare. Mund të them që është zvogluar rreti në 3 kompani që i plotësojnë kushtet më shumë dhe çka është ajo që më gëzon më së shumti, se janë brenda buxhetit të parapar, madje ka shifra që janë shumë të kapshme se sa që kemi menduar ne se do të shohim kur t'i hapim. Dhe për shumë pak, ndoshta mund të them edhe brenda muajit, do të kemi shënimin e fillimit të punimeve në këtë rrugë. Po thoni që brenda këtij muaji, pra pa përfunduar 2025, do të dalin bagerët atje dhe do të fillojnë me punë? Po, këtë po e them dhe uroj që kushtet klimatike të mos na e vështirësojnë për të ngecur ndoshta në muajin janar ose shkurt dhe në pranverën e hershme për të vazhduar me energji të plotë dhe me ritëm të plotë. Për realizimin e kësaj autostrade janë parapar 240 milion euro, ose 24 milion euro për çdo kilometër. Në Klik Plus u diskutua edhe për korridorin 8, në segmentin Tetov-Gostivar, prej 3566 parcelave private që përfshin kjo trase, kanë mbetur edhe 560 për shpronësim. Zekolli thot se më problematike për shpronësim është në segmentin Strug-Qapthan, për shkak të zonave të mbrojtura nga UNESCO. Po kemi procedura kontestuese të tilla të cilat e pengojnë realizimin e shpronësimit. Por që një pjesë dërmuese është... Pastaj si zgjidhet nëse nuk pajtohet pronari duke parë se kjo është një projekt strategjik? Procedurë gjyqësore, mandej shkon zvarritet në procedura gjyqësore. Por mund të them që realisht pak a shumë të gjitha pronat janë të shpronësuara, problematika e pronave më shumë qëndron tek pjesa e fundit ose segmenti i fundit që është Strug-Qapthan, sipas projektimit që e kemi hasur. Një pjesë e mirë e trases që është parapar për të ushtruar korridorit 8 has në shumë zona të mbrojtura nga UNESCO. Në segmentin Gostivar Bukojqan prej 30 kilometrave të parapara, vetëm 10 kilometra janë hapur për punime. Segmenti Bukojqan Kërçov pret shpalljen e kompanisë që do të fitoj tenderin, ndërsa punimet do të fillojnë tek në pranverë të 2026-s. Nga Kërçova në orë në përdorim janë lëshuar 34 kilometra dhe në punime sipër janë 23 të tjera, të cilat priten që deri në fund të vitit 2026 të përfundojnë. Planifikimet janë se i gjithë korridori 8 do të përfundojnë në vitin 2029 me koston totale prej 1 miliard euro.